plot 440 milion euro janë derdhur në skemën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Shqipëri, vetëm në 3 muajorën e parë të vitit 2025, të ardhurat nga kontributet kanë arritur në 43.9 miliard lek, sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave, duke shënuar një rritje prej 11.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në krahasim me planifikimin fillestar janë mbledhur rreth 13 milion euro më shumë, ndërsa shifra totale përbën një rekord të dekadës së fundit me një rritje prej 60% ndaj vitit 2015. Nëse do ta krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit 2024, vihet të re një kapërcim i lartë në të ardhura me rreth 4.7 miliard lek apo 47 milion euro. Faktorët. Burimet zyrtare u atribuojnë këtë performancë disa faktorëve, përfshirë rritjen e pagave në sektorin publik dhe privat, luftën ndaj nën-deklarimit të pagave përmes reformës anti-informalitet dhe shtimin e bizneseve të reja në vend. Por teksa qeveria përgatit një reformë të re të mbrojtjes sociale me ndihmën e Bankës Botërore, mbetet e paqartë nëse ky ritëm është i qëndrueshëm. Rritja të ardhurave nuk është domosdoshmërisht treguesi një përmirësimi strukturor. Pagat më të larta përkthehen në më shumë kontribute, por mund të sjellin edhe kosto më të larta për sektorin publik në mungesë të një produktiviteti real. Ndërkohë, informaliteti në tregun e punës vijon të mbetet një plagë e vjetër e ekonomisë shqiptare. Fushata kundër nën-deklarimit kanë prodhuar rezultate të matshme, por nuk ka ende të dhëna të plota mbi efektet afatgjata. Rreziku që një pjesë e bizneseve të vogla të mbyllet për shkak të rritjes së barës fiskale nuk është i papërfillshëm. Pagesa minimale mujore për sigurime shoqërore dhe shëndetësore mbetet në nivelin e 11.000 lekëve për individ. Një shumë që në kushtet e inflacionit e të rritjes së kostos së jetesës, vështirë se mjafton për të garantuar një mbulim të denjë social. Në këtë sfond, reforma e re që po përgatitet do të duhet të trajtojë çështje të ndjeshme, si raporti mes kontributeve dhe përfitimeve dhe mbështetja për stresat vulnerabël. Skema e pensioneve ka nevojë për një bazë të gjerë kontributësh për të qenë e shëndrueshme, por Shqipëria po përballet me një tkurrje të fuqishme punëtore për shkak të emigracionit dhe plagjes së popullsisë. Administrata tatimore duket se ka përmirësuar mbledhjen e kontributeve, por mbetet për të parë nëse ky trend është i përkohshëm apo shenjë e një ndryshimi të shëndrueshëm, ndërsa raportimet zyrtare flasin për një vit që ka nisur mbar për buxhetin e ISSH-s. Qytetarët që përballen çdo muaj me pensione modeste dhe mbështetje të kufizuar sociale kanë arsye të kërkojnë më shumë se sa statistika pozitive, transparencë, drejtësi sociale dhe reforma reale.